Sot në studio flasim për një manifestim që ka lënë gjurmë për 25 vite me radhë. Në gjurmët e më të mireve, organizuar nga Forumi Rinor Islam, ngjarje ku vlerësohen nxënësit dhe studentët më të suksesshëm në vend, si dhe personalitete me kontribut shoqëror. Në këtë jubile u ndan çmime për të rinjt më të dalluar nga e gjithë Maqedonia e Veriut, duke dëshmuar se investimi tek rinia është investimi për shoqërinë. Në studio kemi drejtorin e këtij manifestimi, Afrim Demiri, dhe dy të ftuara të veçanta, studentën e mesatare të shkëlqyeshme, si dhe nxënësën nga Tetova Merale Çamili. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Është shumë kënaqësi, përshëndetje edhe për juve vajza. Kënaqësia është e jona. Është kënaqësi që t'ju kem në studio, Afrimin si drejtori i këtij manifestimi, edhe studentën e dalluar, e cila ka triumfuar në këtë rast, do e quaja, Agnesa Rexhepi, gjithashtu edhe Meralin nga Tetova, nxënëse e shkollës së mesme të medicinës. Atëherë, pyetja e parë le të jetë kështu për të tre, e di që emocionet e veçanta për të tre kanë qenë, më të përgjithshme pastaj për Afrimin, nga që është drejtori i këtij manifestimi, dhe emocionet e veçanta për gjithë juve që keni qenë pjesëmarrës, po më saktësisht edhe për juve dyja që keni triumfuar në këtë rast, si nxënësja më e suksesshme, si studentja. Na flisni pak fillimisht për emocionet e kësaj mbrëmjeje. Realisht, mbrëmja e manifestimit në gjurmët e më të mirëve janë disa emocionet të papërshkrueshme, sidomos për mua si drejtor i këtij manifestimi, pasi që së bashku me ekipin punues ke parasysh që kemi punuar më shumë se sa një muaj, vetëm për atë natë, vetëm për atë mbrëmje, edhe pastaj kur shef që realizohet manifestimi dhe kur shef se gjithçka po shkon mirë, emocionet janë të papërshkrueshme, por mbi gjitha, sidomos pjesa kur bëhet edhe përzgjedhja e nxënësve edhe studentëve më të mirë, kur i shikon që edhe familjarët edhe nxënësit edhe studentët janë pjesa e gëzimi, anës tjetër do të thotë neve si ekip e punës jemi, do ta quaja sebepi i kësaj mbrëmje, sebepi i kësaj mirësie, me të vërtetë emocionet janë të papërshkrueshme. Sidomos kur mendohet që për 25 vite radhazi organizohet dhe sa gjenerata kanë dalë dhe kanë triumfuar në këtë rast, sikur vajzat që i kemi këtu në studio, atëherë është edhe një motiv i madh për juve personalisht, por edhe për gjithë Forumin Rinor Islam. Po, prandaj këtë vit në gjurmët e më të mirëve, na vetëm se kremtuam apo festuam edhe 25 vjetorin e Forumit Rinor Islam, ku edhe për 25 vite realizohet ky si aktivitet. E përmendet edhe ju, pra nga ky aktivitet apo nga në gjurmët e më të mirëve kemi shpërblerë shumë nxënës edhe shumë student, ku ndoshta sot prej tyre ka që janë ministra, ka prej tyre që japin jashtëzakonisht një kontribut të madh shoqëror. Edhe me të vërtetë kjo na bën që të ndjehemi krenar neve tash që jemi si gjenerat, po ashtu edhe vëllezërit dhe motrat cilët kanë qenë para nesh. Le të ndalem tani te edhe Agnesa, studentja më e mirë, dua të di ndjesinë se si u ndjet kur pranuat këtë vlerësim kaq prestigjioz në një skenë ku mendoj që të gjithë të rinjt do e ëndërronin. Patjetër, unë si fillim ju falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi të jem këtu me ju. Unë atë natë nuk e di, do kem në kujtimet e mia shumë gjatë, pasi ishte me të vërtet një natë magjike, ishte diçka e jashtëzakonshme, pasi që të jesh në atë skenë me prestigjioze në mes të rinjve që punojnë aq shumë dhe që ëndërrojnë aq shumë, ishte një emocion i papërshkrueshëm, ndjeva që puna ime dhe përkushtimi im u vlerësuan dhe pash që edhe të rinj të tjerë kishte aq shumë që ëndërronin aq shumë dhe kishin shumë ëndra të mëdha për të ndjekur. E di që është ëndër e çdo studenti, edhe shpresoj shumë që të rinjt të cilët punojnë kaq fort dhe kanë qëllime kaq të mëdha, ta përjetojnë si moment, pasi për mua ishte diçka që nuk doja harroj shumë gjatë. Por që me kontributin tënd ke ardhur deri te ky vlerësim, padyshim. Prandaj është një thirrje e mirë edhe për gjithë të rinjët, se nuk bën që të dorëzohen, sepse gjithmonë del në fund drita e cila vlerësohet nga dikush që vërtet ta zgjat dorën. Po, shumë e vërtet, se edhe nxënësit edhe studentët kanë ulje dhe ngritjet e veta, kemi ato momente ku themi se a jemi duke bërë mjaftueshëm, mundeshim të bëjmë më mirë ose edhe situata të tjera që na rëndohemi emocionalisht,
por që me të vërtet të jesh aty ishte një farë vlerësimi, një farë kënaqësie që pam se e morëm edhe një përgjegjësi për të vazhduar kështu, të vazhdojmë me të njëjtin ritëm që të bëjmë krenar edhe vetëm, po edhe të afërmit tanë. Patjetër. Do ndalem tani edhe te Merali, si nxënësja më e mirë, e cila është në shkollën e mesme të medicinës në qytetin e Tetovës. Meral? Përshëndetje edhe një herë, faleminderit për ftesën. Ishte një emocion që përjetova shumë mirë, do të thënë ishte një nga emocionet më të bukura që kam përjetuar, për shkak se do ishte dëshira e secili nxënës që të ishte në gjurmët e më të mirëve. Ishte një motivim shumë i madh për mua, po ashtu dhe vërtetova se me të vërtet po ashtu dhe drejtoritë edhe mësimdhënësit shohin kontributet tona, i shohin se sa mundohemi ne dhe sa kemi aftësi. Dhe vlerësojnë si duhet, dhe vlerësojnë si duhet. Po, me qenë se jenë në shkollën e mesme të medicinës, më intereson se pse ke zgjedhur pikërisht këtë profesion? Kam zgjedhur për shkak se kam shumë dëshirë të ndihmoj të tjerët. Po ashtu, jeta është mision vetë dhe misionin tim e zgjodha që t'jetë, do të thonë, një profesion që me të vërtet njerëzit shohin shpresë te ajo. Dhe për atë shkak edhe e zgjodha. Po, e kuptoj. Po, do flasim më gjërësisht pastaj edhe me ty, unë dua të ndalim edhe te drejtorit e afrimit, të di se si ka ndryshuar vizioni dhe ndikimi i manifestimit që nga themelimi dhe që nga piknisja e deri më ditët e sotme. Sepse 25 vite realisht nuk jam pak për të mbajt gjallë këtë manifestim, me kaq shumë emra. Realisht, vizioni i këtij manifestimi nuk është që ka ndryshuar. Ndoshta do të kisha thënë që ka ndryshuar pikat e programit, por vizioni dhe misioni është po i njëjti i cili ka filluar para 25 vitesh. E ke parasysh dikush që ka filluar para 25 vitesh, ndoshta sot nëse analizojmë si program ndoshta del edhe më i suksesshëm, për arsye pasi që gjenerat pas gjenerat është përcjell përvoja, edhe kjo ndoshta na bën që të jemi më të fortë dhe të jemi më të organizuar. Mirë po, misioni dhe vizioni i këtij manifestimi apo i këtij aktiviteti është shumë i qartë dhe shumë i rëndësishëm, po ashtu edhe fisnik, pasi që ja këtu me neve kemi një nxënëse dhe një studente, do thotë neve nëpërmjet këtij aktiviteti mundohemi që të përcjellim disa mesazhe në shoqëri. Ndër ato është edhe mesazhi ku studentit edhe nxënësit i themi që mosoni se ka dikush që ju vlerëson. Pra Aida e ki parasysh në këtë kohë dinamike që po jetojmë, ku po shohim se çka po i servohet shoqërisë edhe po shohim se çka po na servohet realisht, edhe mundohemi që neve të mbajmë atë traditën edhe mundohemi që të jemi krah studentit edhe krah nxënësit, edhe me një farë forme t'ju japmi një lloj motivimi që ata duhet vazhdojnë të mësojnë. Edhe duhet të jenë në këtë rrugë. Duhet të jenë në këtë rrugë sepse ka dikush që i vlerëson. Ki parasysh tash vetëm se lind ajo ideja tek të rinjt edhe të reja tona që pse me mësu ku ndoshta duhet me ikë jashtë, pse me mësu se nuk po vlerësohemi e kështu me radhë. Prandaj kisha thonë që kjo aktivitet e ka dhe atë rëndësinë e vetë që i jep një lloj motivimi edhe studentit edhe nxënësit, por mbi gjitha ju jep edhe një lloj motivimi edhe prindërve, se e ki parasysh Aida që prindërit kur janë atë ditë në atë sallë me të vërtet përjetojnë një emocion jashtëzakonisht të mirë, pasi që në një sallë ku ka publik më shumë se 1200 persona, të shohish do thotë emrin e fëmijës tënd, ku kjo më rëndësishme definitivisht. T'jep edhe emocioni, por mbi gjitha t'jep edhe një lloj motivimi që të vazhdosh edhe të investosh tek fëmijët yt. Do thotë ka edhe shumë do ta kisha quajtur mesazhe tjera kësaj aktivitet, por kjo ndoshta është prej më të rëndësishme. Më kryesorja, po. Më intereson se sa student dhe nxënës ishin atë natë që u vlerësuan? Realisht, neve si Formulinor Islam, këtë vlerësimin e studentëve bëjmë bashkëpunim me universitetet dhe shkollat e mesme në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut, kurse për atë natë kanë qenë gjithsej 28 studentë dhe 24 nxënës, cilët janë shpërbly do thotë në të gjithë territorin e Maqedonisë. Sa ka qenë e vështirë përzgjedhja, Afrim? Pa, realisht e ki parasysh tash... Në më thonë një ekip i tërë është dashur që të punoj rreth përzgjedhjes së gjithë studentëve dhe nxënësve. Unë e thash edhe më herët që neve si Formulinor Islam do thotë
formojmë një drejtori, pastaj formojmë edhe një ekipe punës, edhe punojmë më shumë se sa një muaj vetëm për atë natë. Realisht Edhe për qenë sa më korrekt pastaj. Për me qenë edhe sa më korrekt, por përgjithën dhe nxënësve dhe studentëve nuk e bëjmë ne si formular islam, e bëjnë vetë universitetet. Do thotë neve si formular islam bëjmë kërkesë në këtë rast tek universitetet ose tek shkollat e mesme, pastaj ato drejtorit e bëjnë edhe përzgjedhje. Do thotë nuk është që në dorën tonë i marrëmi disa nxënës apo të bëjmë përzgjedhjen, realisht bëhet direkt prej drejtorive. E qartë. Agnesa, cila është sakrifica më e madhe gjatë studimeve që ke has, me qenë se jenë në vitin e 4 tani më në përfundim të studimeve, edhe nuk na tregove drejtimin çfarë ke? Okej. Unë jam studente e Fakultetit Filologjik të Universitetit e Tetovës, studioj 2 drejtime në të njëjtën kohë, jam edhe gjuhë dhe letërsi angleze edhe gjuhë dhe letërsi gjermane. Mendoj se sakrificë më e madhe me patjetër është menaxhimi i kohës, ndoshta kjo vlen pak më shumë tek unë se kam qenë në 2 drejtime, por që patjetër e kanë gjithë studentët, sepse është ajo pjesa të ndaj pak kohë për familjen, të ndaj pak kohë për shoqërinë, të ndaj pak kohë për pushime për veten, po këto gjëra në qoftë se fokusohesh shumë te karriera dhe te studimet, unë për vete u desh shpesh herë ti anashkaloj, ti lë me një anë, sepse u desh të kem më shumë kohë për të mësuar, pasi edhe kisha edhe më shumë angazhime, pastaj normal, të mungojnë ato kohët pak na hengje familjare, të takohesh me familje, të takohesh me shoqëri, janë gjëra që të relaksojnë, por që mendoj se kjo periudhë kalon, janë 4 vite, kalojnë edhe pastaj kjo të ndihmon që edhe më tej të zhvillohesh profesionalisht. Do me thonë, menaxhimi i kohës po është janë edhe ato netet pa gjumë, besoj secili student i ka përjetuar, edhe i kemi pak problem, në rrit tër natën, përgatitesh, jetë nesërmen për një provim, e keme stres, e kam kaluar, se kam kaluar. Pastaj edhe dyfisht pas ka qenë, dy gjuhë të ndryshme. Ka qenë dyfisht, por besoj se ja ka vletur, shoh edhe prej vlerësimeve që kemi marrë, që me të vërtet ja ka vletur, pastaj edhe profesorët me motivimin e tyre, që kanë harxuar orë të tëra për të nxjerrur më të mirën prej nesh, mendoj se edhe këto sakrifica ja vlen. Po më intereson pse 2 gjuhë? Për një herë ti mësosh edhe anglishtën dhe gjermanishtë, sepse vërtet është shumë e vështirë që në të njëjtën kohë të mësosh të 2 gjuhët, përveç gjuhës edhe kulturën e tyre kuptohet në gjithë. Unë këtë pyetje e kam pasur edhe shpesh edhe prej njerëzve të tjerë, se njerëzit nuk mundin ta kryejnë një fakultet, ti po mundohesh ti kryesh 2 para se të filloj, patjetër. Po unë që e vogël e kam parë këtë talentin, ndoshta edhe këtë dëshirën për të komunikuar, për të mësuar gjuhën. Po. Për të mësuar gjuhët e huaja, edhe shpesh shija veten duke ndjekur edhe emisione të tjera të gjitha në gjuhë të huaja. Unë di të flas edhe gjuhën turke, këto e kam mësuar prej serialeve, edhe mendoj se e kam atë pjesën që më shkojnë gjuhët, po, e kam prirje, edhe që e vogël kam pasur këtë dëshirën për të mësuar më shumë gjuhën angleze. Pastaj isha e vendosur për gjuhën angleze, po pastaj nga fundi i shkollës fillore ishte kjo periudha kur filluam ne të kemi lënë gjuhën gjermane dhe me të vërtet filloi të më pëlqej shumë edhe gjuha gjermane. Pastaj patjetër kisha këto dilema cilën ta lë primare, cila ka më shumë rëndësi, a do mundem t'i bëj të dyja në të njëjtën kohë. Po familja ishte kundër ose jo? Familja ime ka qenë pro gjatë tërë kohës dhe besoj kjo ka qenë një ndër motivimet më të mëdha për mua, sepse në qoftë se një njeri që më thonte se a do mundesh apo nuk do mundesh, ishte një dilemë e shtuar për mua, një dilemë shtesë dhe pastaj mbështetja e familjes patjetër ka luajtur një rol të madh. Po familja me siguri se ka pa talentin tënd nga fëmiria. Edhe për atë arsye pastaj edhe kur komunikoja me prindrit, jo ti mundesh, pse jo, pasi të shkojnë të dyja pse lë. Edhe pse i kisha këto dilema të filloj një herë me njërin, pastaj pas 2 viteve ose vitin e dytë mundem filloj edhe me tjetrën, po thash pse jo, do filloj, pastaj nëse nuk mundem e lë njërin, se nuk është edhe fundi i botës nëse nuk mundesh të dyjat. E kisha patjetër ta nis ta vazhdoj vetëm ta kryej bile njërën, po ja që fati deshi, mendoj jam mirë deri tash, shpresoj deri në fund të më shkoj mirë, kemi edhe një semestër edhe besoj. Edhe mbaron. Po cila ishte më e vështirë realisht, tani ti je shumë reale. Po. Unë me të thëna e kam që gjuha gjermane është shumë e rëndë. Është më e vështirë, ndoshta edhe unë pse kam qenë ekspozuar ndaj gjuhës angleze pak më herët se më gjuhën gjermane, pastaj edhe gjuhën gjermane unë e kam me korrespondencë, me çrregull të gjuha gjermane, edhe nuk e kam mundësinë të shkoj çdo ditë të ndjek ligjërata. Mundohem sa herë që kam hapësirë nga orari i gjuhës angleze të shkoj të ndjek gjuhën gjermane, por që po, është më e vështirë, sepse unë kur kam nisur studime, gjuhën angleze vetëm se kam mundur ta flas, por gjuhën gjermane e kam kuptuar, kam pasur vështirësinë të folur. Tani, patjetër, kemi arritur që ti kalojmë edhe këto vështirësi dal nga dal,
po pajtohem me ju, gjuha gjermane është pak më e vështirë. Po urojmë që mos na ikësh edhe ti jashtë shtetit, me qenë si ke mësuar të dy gjuhë si më kryesore, do e thoja shumë hapur. Për këtë temë unë do doja që të lidhem më shumë me Meralin, me qenë se po vazhdon mësimet në fakultetin në shkollën e mjekësisë në Tetovë, dhe që nuk e ditë në të ardhmen se si e ka planifikuar të vazhdoj ose jo me mjekësinë, por sido që jetë, kjo ka marrë një vendim që shkollën e mesme ta nisë me mjekësinë. Nuk e dia do të thotë kjo që do na ikësh edhe ti Meral, ose jo, si shumë mjek të suksesshëm që na kanë shkuar jashtë? Unë mendoj se çdo i ri, domethënë, ka të drejtë të zgjedhë rrugën më të mirë për veten e vet. Po unë do doja që ta vazhdoj këtu dhe kontributin dhe dijen time ta jap për vendin tim këtu dhe ku jam formuar vet. Kush të ka ndihmuar më shumë dhe frymëzuar për të vazhduar me shkollimin e mjekësisë? Më shumë si që thash dhe më herët, më ka frymëzuar se do i ndihmoj të tjerat, po motivimi më i madh ka qenë motra ime, e cila për momentin i ndjek studimet në ke të trashëguar në një farë forme. Në mjekësi të përgjithshme, dhe e shoh se aq shumë mundohet, domethënë, dhe nuk e di, më pëlqen se si ajo të thënë mundohet, nuk dorëzohet, dhe mendoj se është një drejtim që me të vërtet i duhet njerëzve. Po nëse flasim për ëndrrën tënde, cila është ëndra që çdo herë e ke në mendjen tënde dhe që don të arrish? Ëndra ime është të bëhem një profesioniste e specializuar në degën e mjekësisë, dhe mendoj se doja arri, shpresoj. E ke menduar që nga tani në cilën degë të mjekësisë do fokusohesh, ose e ke herët pa filluar studimet? Jo, mendoj se më shumë përgjithshëm. Më parë isha për farmaci, po tash mendoj se përgjithshëm. Po. Okej, le të kthejmë pak edhe te afrimi, sepse të organizosh një manifestim që vazhdon të jetë gjallë për 25 vite, as pak nuk është e lehtë, por për të vlerësuar edhe nxënësit e studentët, pastaj në bashkëpunim me të gjitha universitetet, siç e thatë, edhe kjo është një barë e madhe. Ka pas raste kur ka pas student apo nxënës ku në këtë rast janë zhgënjyer ndonjëherë afrim? Në çfarë aspekti? Kur nuk janë vlerësuar sa duhet, sepse këtu ka numra, apo? Më thënë, kaq numra duhet të jenë triumfues. Po, realisht nuk di personalisht që ka pas raste që janë zhgënjyer, edhe pse do thotë neve mundohemi që të bëjmë përzgjedhjen më të mirë, edhe për këtë arsye ndoshta në shkolla apo në ato universitete mund të ketë zhgënjim se dikush mendon që e meriton më shumë se sa tjetri, edhe në këtë formë mund të ketë zhgënjim, por kjo nuk është që në takon neve si përgjithësi. Po, ju sepse pastaj e keni finalizimin e emrave. Finalizimin e bën vetëm universiteti, edhe në këtë rast mund të ketë ndoshta ndonjë lloj zhgënjimi që dikush mendon që është më meritor se tjetri. Këtë aspekt mund të ketë, por në aspekte tjera nuk është që ka hapësirë për zhgënjim. Realisht nxënësit dhe studentët të cilët marrin pjesë në atë manifestim mendoj që ndjejnë krenari më shumë, edhe nuk mendoj që ka raste që ndjejnë zhgënjim. Deri tash ashtu janë shpreh, edhe vetë nxënësit sot e dëshmuan edhe këtu në emisionin e juve, vetë edhe studentja edhe nxënësja, kështu që nuk ka pas ndonjë rast. Përveç këtyre ne kemi pa edhe shumë studentë dhe nxënës të tjera që vërtet ja kanë vletë që të jenë në këtë numër të këtyre nxënësve dhe studentëve. Po sa ka qenë e vështirë të gjeni edhe mbështetje dhe sponsorizime afrim për këtë manifestim? Pa, realisht është... Keni pas të mjaftueshme mbështetje? Të organizosh një eveniment tillë, kuptohet që ka edhe një kosto financiare, edhe duke pas parasysh që neve jemi organizatë jo qeveritare, por bashkëpunimi institucional dhe bashkëpunimi me donatorë të ndryshëm ndër vite, kjo pak disi edhe na e lehtëson organizimin e tillë, por e thash edhe më herët, pasi që në formulën Oristam asnjëherë punët nuk bëhen vetë, por gjithmonë bëhen me ekip, edhe e mira është që neve gjenerat pas gjenerate e përcjellim përvojën, edhe mbi gjitha do të mundohemi që t'i ndajmë përgjegjësitë. Në këtë rast, si drejtori kemi pas një komision i cili është marrë enkas me financat, me cilët kam përpilu fillimisht projektin e nëngjurmët e më të mirëve, edhe pastaj do të thotë është shkruar në detaje
ku është qëllimi i këtij projekti, çka synojmë me këtë projekt, edhe normal është cek edhe aspekti financiar shumë, edhe pastaj do thotë kemi dalë edhe në vizita të ndryshme në për donator, po ashtu edhe në bashkëpunim institucionale do thotë kemi bërë vizita edhe në komuna ku kemi pas do thotë edhe bashkëpunimin me komunat edhe për krahjen e tyre. Edhe e ki parasysh Aida kur mundohesh që kesh bashkëpunim me krejt, kjo disit ta bën pastaj edhe më të lehtë. Shumë më të lehtë pastaj sigurisht se është e rëndësishme edhe çështja e mbështetjes së financimit, sepse të organizohet një eveniment me 1200 të ftuar nuk është as pak e lehtë, sigurisht të paktën nëse jo diçka tjetër, të paktën një koktel për ta ose edhe dhurata simbolike edhe për këta fitues apo triumfues. Sipas jush, a ka sot rinia më shumë mundësi për të zhvilluar dhe avancuar afrim në karrierë apo përballet ende me sakrifica dhe stereotipe? Tash realisht në kohën cilën po jetojmë, ndoshta sfidat janë më të mëdha se më përpara, por mbi gjitha edhe mundësit janë më të mëdha, tash krejt varet prej individit se si i shfrytëzon ata. Për shembull, për çdo çështje janë ato aspektet pozitive dhe aspektet negative, e tash përgjithësia përsëri i takon personit në fjalë se cilën ka më shfrytëzu. Po ndërlidhem edhe njëherë Aida tek aspekti i aktivitetit, realisht unë si drejtor i këtij manifestimi, kur më dha përgjegjësia nga kryesia qendrore, realisht i kisha ato emocionet se a do të mund ta bëj këtë si aktivitet, a do të mund ta menaxhoj, ki parasysh një aktivitet i cili është 25 vjet që organizohet, edhe mbi gjitha besoj që tash Forumi Rinor Islam e gjithë shoqëria dhe e din që çdo aktivitet që realizon Forumi Rinor Islam bën bujë dhe me një farë forme është shumë i organizuar. Me një farë forme e ndjeja shumë privilegj, pa anës tjetër kisha edhe ato emocionet që a do të mund t'ja dalim, por pastaj kuptova që kjo fjala 25 vite nuk është thjesht 25 vite, po me të vërtet janë 25 vite përvojë, edhe tani kuptova që me të vërtet është e lehtë pasi që ti vetëm se ke marrë përvojat e tjerëve edhe kjo disi ta bën edhe gjem pastaj përkrajën edhe ekipit brenda, edhe ajo është shumë e rëndësishme. Edhe ajo është shumë e rëndësishme, po e ndërlidhi këtë me pyetjen e juve që ma bë tash, do thotë edhe tek studentët, edhe tek nxënësët, më varet do thotë krejt ku e vendojnë fokusin e tyre. Tash nëse ato fokusohen tek sfidat, me të vërtet ka shumë sfida ky vend, me të vërtet nuk vlerësohemi, me të vërtet ndoshta do të kryeni fakultet edhe do të me shku jashtë ose kështu me radhë, pastaj e ki parasysh edhe motivimi do të bie. Po anës tjetër, nëse fokusi i tyre ka me qenë të aspektet pozitive që unë do të luftoj, unë nuk do të dorëzohem, unë do të mundohem që gjithmonë të jem më i miri, do të mundohem që t'i jap këtij vendi, do të mundohem që unë t'jem pjesë e ndryshimit, edhe besoj që edhe këtu ka me pas atë lloj motivimi. Tek neve, do të thotë, po e cek në këtë rast edhe një ajet kuranor ku Zoti thotë, Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. Prandaj do thotë nëse ne duam që ta ndryshojmë shoqërinë, do t'ja fillojmë fillimisht nga vetja. Kjo çdo herë është e thënë. Agnesa, si e shihni dallimin mes të mësuarit për nota dhe të mësuarit për dije? Atëherë unë besoj kam pasur fatin që kam nisur prej fillimeve të studimeve me nota maksimale, me nota të mira. Unë e di se për çdo student notat e mira, notat e larta janë motivim, por që besoj se nota është rezultati punës. Unë mendoj se fokusi duhet të jetë tek dija. Përderisa ne i dim ato që i mësojmë, dijen që e marrim, e dim për vete dhe jemi në gjendje t'ia shpjegojmë edhe të tjerëve, atëherë nota vjen natyrshëm. Nuk është nevoja të lodhemi kaq shumë për këtë pjesë. Edhe pse patjetër është motivuese, por në një anë nuk besoj se ja vlen aq shumë nëse nuk je në gjendje atë dije ta kesh për vete, ta kesh aftësi gjatë gjithë jetës, edhe të mundesh ta shprehesh edhe me të tjerët. 10-0-0. Nuk ka më shumë se kaq, Agnesa. Unë për vete thash jam edhe shumë këmbgulse, unë atë që mësoj dua një herë ta di për vete, pastaj ta di për tjerët, edhe besoj kjo më ka motivuar në një anë, sepse atë që e kam mësuar e di që pas disa viteve, para kujtdo që të dal jam në gjendje ta them, ta shpjegoj atë që e di dhe nuk do të turprohem në një gjendje, në një situatë apo në një situatë tjetër. Trego tani saktë, i ke lodhur ndonjëherë shpesh të shtëpisë duke përsëritur para provimeve? I kam lodhur shumë. Unë
motivim, ndër motivimet më të mëdha e kam pasur edhe gjyshin, i cili nuk jeton më, por në fillimet e studimeve të mia ishte akoma në jetë. Ai nuk kuptonte as gjuhën angleze, as gjuhën gjermane, po isha unë ajo që merrja fletoren, dilja para atij dhe i shpjegoja të gjitha. I dëgjonte, në fund thonte, shumë mirë, po nuk kuptova asgjë. Unë shpresoj ti kesh mirë, po ashtu si i the super, për mua je mirë. Me rëndësi ka pa të shkruara. E ka pa të shkruara dhe më dëgjonte duke folur, duke i shpjeguar dhe thonte shpresoj krejt ti kesh mirë. Unë nuk e kuptoj, po ti veç vazhdo kështu. Pastaj po, edhe të tjerët i kam lodhur, edhe prindrit njëjtë, edhe ato nuk janë të njohur me gjuhët e huaja, deri diku e kuptojnë, por unë me ato terme që i përdorja edhe nuk më kuptonin, por përsëri ishin mbështetja ime më e madhe, po kështu është, ti vetëm vazhdo kështu, mire ke, edhe besoj edhe ajo më ka ndihmuar shumë. Patjetër që po. Meral, çfarë mesazhi do dëshironi t'ju jepni bashkëmoshtatarëve tuaj? Sikur ju që një vlerësuar kështu. Dhe doja t'ju them se nëse do një gjë, shkoni pas asaj. Mos hiqni dorë, do me thonë nga ëndrat e juaja, për shkak se ndoshta tani është shumë vështirë. Se çdo rrugë është e vështirë drejt suksesit, por çdo hap që bëjmë ne sot është do me thonë afrohemi afër asaj të ardhmës që ne dëshirojmë. Doja që ata të këmbëngulin dhe të vazhdojnë të mendojnë për ëndrat e tyre, që të mundohen të realizojnë ato. Nuk ka asnjë pengesë, do me thonë që dikush të realizojë ëndrën e vet, nëse është dëshira. Se nëse është dëshira, ekziston dhe mënyra. Për atë shkak dhe mendoj se çdo kush duhet vazhdoj pas ëndrave veta dhe thjesht mos dorëzohet. Nuk ka mundësi nëse me një karakter të fortë dhe me një punë të vazhdueshme, unë mendoj që nuk mund që mos ta arrish dikun, definitivisht. Afrim, për fund, cili është mesazhi që do dëshiroje të përcjellet tek gjithë të rinjt, edhe ata që kanë qenë pjesë e këtij manifestimi, që 25 vite me radhë dhe që kanë kaluar në këtë, do të thënë, situatë sikur vajzat që i kemi këtu, por edhe të gjithë ata që ende nuk kanë qenë pjesë e këtij manifestimi, ende nuk janë pjesë e këtij manifestimi. Realisht mesazhi im për të rinjt është që ato të vazhdojnë të punojnë fuqishëm dhe të mos dorëzohen asnjëherë. E ki parasysh Aida, duket sikur në kohën cilën tash po jetojmë, rinia me një farë forme ka krijuar një lloj mentaliteti, zgjedh një rrugë sa më të lehtë për veten e tij dhe mendojnë që suksesi arrihet shumë lehtë. Do ju kisha thënë që për të qenë i suksesshëm apo e suksesshme duhet shumë punë, duhet të kaloj shumë sfida, edhe me një farë forme njeriu kur përgatitet për sfida, disi shumë ma letë pastaj edhe i kalon. Anës tjetër, për të gjitha të cilët mësojnë edhe nuk ngjenë vlerësuar, ju them që e keni pikrisht këtë aktivitet si mesazh për ju që ka kush ju vlerëson edhe ka kush që ju jep një lloj mbështetje në jetën tuaj. Ndoshta nuk kemi të vetmit, ka dhe tjerë, por në formën cilën neve e realizojmë si aktivitet, mendoj që është me të vërtet motivues për çdo student dhe për çdo të ri. Padyshim. Dhe për fund edhe Agnesa, një mesazh për gjithë bashkëmoshtatarët e tu? Po, unë mesazh për bashkëmoshtatarët e mi do ta thoja që qëllimet arrihen, qëllimet e mëdha arrihen me shumë punë të palodhshme dhe të vazhdueshme. Unë besoj se çdo sakrificë ja vlen. Kjo kohë kalon, periudha e studimeve është, nuk zgjat tërë jetën, por edhe mbahet mend gjithë jetën. Mbahet mend. Si periudha më e mire e gjithë. Po, shumë e vërtet. Njeriu tërë jetën mëson, por është e vërtet se është kjo periudha ku ne kemi më shumë mundësi të ekspozohemi ndaj gjërave të reja, të mësojmë diçka të re për botën, edhe pse jo, pse mos e vlerësojmë këtë, të dalim pas një kohe të themi se po, humba disa vite, ndoshta nuk dola shumë me shoqërinë, nuk kalova shumë kohë me familje, por ja vleti, pasi unë sigurova të ardhmen time, sigurova karrierën time dhe jam e lumtur me atë çka kam arritur. Kjo është edhe motivi im dhe ajo që më shtyn mua. Ti më vetë se e tha e mesazhin për bashkëmoshtatarët e tu Meral. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndatë kohë dhe këtë mëngjes e kaluam së bashku. Faleminderit për këtë energji pozitive që na falet që nga momenti që hyt në studio. Afrim, ty të uroj shumë suksese tani si drejtori i këtij manifestimi, të uroj që vitet e ardhshme edhe më shumë të jetë nëpër masa edhe më të mëdha, edhe pse unë mendoj që më të mëdha se kaq nuk e di a ka më. Si Forum Rinor Islam ju vazhdoni të kontriboni për shoqërinë dhe të jepni hapësirë gjithmonë studentëve, nxënësit dhe të jeni një derë e hapur dhe mbrojtëse për gjithë të rinjat. Faleminderit Aida fillimisht edhe për juve që na jepni hapësirën marrë në emisionin e juaj edhe për
treguar edhe aktivitetet tona dhe mendimet tona, por mbi gjitha në emër të Forumit Timor Islam falenderoj edhe televizionin tuaj, të cilët këtë vit i kemi pasur edhe si sponsor general, pasi që për 25 vite që realizohet si aktivitet, edhe 25 vite si aktivitet shkon live fal emisionit tuaj, kështu që në emër të Forumit Timor Islam ju falenderojmë shumë sinqerisht edhe e vlerësojmë shumë kontributin e juaj cilët e jepni në shoqëri. Mbi gjitha, duke pasur parasysh se media sot në shoqërinë tonë luan një rol shumë të rëndësishëm, por anës tjetër edhe po shohim se çka i servohet shoqërisë tonë nëpërmjet medias, edhe në një farë forme kur po na jepet kjo mundësi është një lloj shumë motivim i madh për neve. Edhe njerit faleminderit edhe vlerësojmë edhe çmojmë shumë punën tuaj dhe televizionit tuaj. Gjithmonë të hapur për të promovuar vlera, kuptohet. Faleminderit shumë.